Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Soda e bukës, sekreti që shëron në veshkat për gjithmonë. Ja si ta përdorni. Veshkat luajnë një rol të rëndësishëm në organizëm. Veshkat janë të rëndësishme për nxjerrjen e toksinave dhe helmeve ushqimore jashtë organizmit. Procesi i pastrimit të organizmit është mjaft kompleks dhe ai e ka pikërisht zanafillën tek veshkat. Gjithashtu, nga ana tjetër duhet të dini se përmirësimi i funksioneve të veshkave ka edhe një rol vendimtar pothuajse në të gjithë organizmin tuaj. Sipas ekspertëve, problemi është se fal veseve të këqija, veshkat vuajnë dhe nuk punojnë siç duhet, duke ndikuar kështu në shëndetin e përgjithshëm të sistemit ton imunitar. Prandaj, këtu ne do t'ju tregojmë se si të përdorni sodën e bukës dhe se si ajo mund të ngadalsojë sëmundjen kronike të veshkave. Një studim tregon se si 134 pacientë të prekur nga sëmundje të tilla morën një dozë të caktuar sodë buke në ditë dhe rezultatet e analizave shëndetësore të pacientëve treguan se përdorimi i sodës së bukës arrinte që të ngadalsonte avancimin e sëmundjes së veshkave. Provoni gjysmë lugë çaj me sodë buke në ditë, tretur në gjysmë gotë ujë. Pijeni një orë para drekës ose një orë pas. Pijeni për rreth 15 deri në 20 ditë. Ne ju rekomandojmë gjithsesi të mos hiqni dorë nga konsulta me mjekun tuaj. Këtu ne do t'ju njohim edhe me disa përdorime të tjera të sodës së bukës për organizmin. Ekspertët thonë se soda e bukës ndihmon kundër simptomave të urthit, por edhe problemeve me tretjen. Soda e bukës arrin të neutralizojë acidin e tepërt në stomak. Ajo nuk rekomandohet për fëmijët nën moshën 6 vjeç. Ekspertët thonë se për të marrë këtë përfitim duhet të tresni një lugë çaj me sodë buke në një gotë me ujë të ftohtë dhe ta pini. Zbardhim të dhëmbëve. Ekspertët thonë se fal përzierjes së sodës së bukës dhe lëngut të limonit krijohet një pastë ideale për zbardhjen e dhëmbëve. Përdorimi i sodës së bukës ndihmon edhe në eliminimin e njollave të ndryshme nga dhëmbët. Sodë buke kundër djersës. Ekspertët thonë se soda e bukës mund të përdoret edhe kundër djersës. Sipas tyre, soda e bukës mund të përdoret për të lyer pjesën e sqetullave ose zonave që ju djersini më shumë. Soda e bukës nuk irriton lëkurën dhe gjithashtu shërben si një deodorant mjaft i mirë. Veshkat janë një nga organet më të rëndësishme në trupin ton, pasi ato gjithashtu ndihmojnë në filtrimin e lëngjeve të tepërta në trupin ton, sidomos përmes procesit të urinimit. Gjithashtu, veshkat janë efikase dhe të përfshira në rregullimin e presionit të gjakut, balancimin e elektroliteve dhe gjithashtu prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut në trup. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se veshkat janë mjaft të rëndësishme për organizmin ton duke qenë se absorbojnë kripra dhe toksinat me kalimin e kohës si edhe krijojnë shpeshherë gur. Kur gurët krijohen është e preferueshme që ta largohen pasi mund të shkaktojnë probleme serioze në shëndetin tuaj dhe madje mund të sjellin edhe dështimin e veshkave. Këtu ne do t'ju tregojmë një recetë natyrale për të pastruar veshkat tuaja. Përbërësit e nevojshëm që ju do t'ju nevojiten janë 1 grusht majdanoz ose koriandër dhe ujë. Përgatitja: prisni majdanozin ose koriandërin në copa të mëdha dhe më pas vendoseni në një tas dhe hidhni aty sipër ujë. Më pas, lëreni që të ziejë për 10 minuta dhe pas zjerjes, lëreni që të ftohet. Këtë përzierje vendoseni në frigorifer, pijeni ato të ftohtë 1 filxhan në ditë. Shënim: ju gjithashtu mund të bëni një çaj në qoftë se dëshironi. Procedura është akoma dhe më e thjeshtë, se vetëm duhet ta lini këtë përzierje që ajo të ziejë plot 30 minuta.
Me konsumin e rregullt të kësaj përzierje, ju do të vëreni se si ngjyra juaj e urinës do të ndryshojë sa hapen mbyll syt, dhe kjo është për shkak se trupi do të heqë të gjitha toksinat të cilat janë të absorbuara në veshkat tuaja. Me konsumin e rregullt, përveç pirjes së kësaj përzierje, ju duhet të konsumoni shumë ujë gjatë gjithë ditës për të ruajtur funksionin e duhur të veshkave tuaja. Përveç majdanozit, edhe mollët, limoni dhe shalqiri janë të gjitha pastrues të mirë të veshkave. Vaji i ullirit nga ana tjetër është pretenduar për të kontribuar në procesin e largimit të gurëve në veshka. Është rekomanduar për ta pirë këtë çaj 2 herë në muaj si pjesë e detoksifikimit të rregullt. Mirë po, duhet të dini gjithashtu se prania e gurëve në veshka shoqërohet me simptoma nga më të ndryshmet, ndër të cilat ne mundemi të përmendim edhe dhimbjet. Dhimbjet janë të mprekta që rrezatojnë në pjesën e poshtme të trupit. Në këtë video ne do t'ju mësojmë për disa kura natyrale të cilat shërbejnë kundër dhimbjes. Uthulla e mollës. Hidhni 2 lugë gjelle me uthull molle në 2 litra ujë. Shtoni pak mjalт dhe pijeni lëngun gjatë ditës. Aciditeti i uthullës është efikas në shkrirjen e gurëve dhe zbut simptomat e tyre. Vitamina dhe mineralet. Sipas të dhënave, konsumi i rregullt ditor i vitaminës B6 ul rrezikun e formimit të gurëve në veshka. Magnezi dhe kalciumi janë 2 minerale të cilat parandalojnë formimin e tyre. Këto vitamina dhe minerale ju i gjeni tek spinaçi, bajamet, kosi, qumshti dhe djathi. Çaji jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e 3 deri në 4 filxhanëve me çaj jeshil në ditë. Ky çaj është i pasur me antioksidantë të cilët pastrojnë veshkat nga toksinat. Lëngu i boronicës së kuqe. Lëngu natyral i boronicës së kuqe duhet pirë 1 deri në 2 herë në ditë nga 1 gotë. Sipas të dhënave, ky lëng është ndër më efikasët kundër infeksioneve urinare dhe gurëve në veshka. Lëngu i limonit. Shtrydhni çdo ditë lëngun e 1 gjysmë limoni, përzieni me mjalt. Një lëng i tillë duhet pirë 2 herë në ditë, ese në mëngjes dhe përpara vaktit të darkës. Gjithashtu, ajo ka aciditet, prandaj antioksidantë dhe elementët do të ndihmojnë në luftimin e inflamacionit. Lëngu i domates. Domatet janë të pasura me antioksidantë që parandalojnë formimin e gurëve në veshka. Lëngu natyral i domates duhet pirë 1 herë në ditë kundër dhimbjeve të gurëve. Lëngu i borzilokut. Gjethet e shtrydhura të borzilokut të përziera me mjaltin ose lëngjet e frutave duhen konsumuar çdo ditë. Përbërësit e këtyre gjethteve stabilizojnë nivelin e acidit urik në trup dhe parandalojnë formimin e gurëve në veshka. Soda e bukës. Gjithashtu, ju duhet të përzieni 1 lugë gjelle me sodë buke në 1 gotë me ujë të ngrohtë. Një lëng të tillë duhet ta pini 2 deri në 3 herë në ditë. Hudhra është plotë e përplot me antioksidantë që e mbrojnë organizmin nga radikalet e lira, toksinat dhe mikrobet që mund të sulmojnë veshkat. Zgjidhni 1 prej kurave dhe përdoreni për rreth 1 muaj. Këto kura ju vijnë në ndihmë kundër gurëve në veshka. Megjithatë, trajtimet specifike mjekësore mund të rekomandohen vetëm nga një mjek profesionist, prandaj ne ju këshillojmë që të mos i neglizhoni edhe vizitat tek mjeku juaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.